Unë jam shumë i lumtur, shumë krenar kur shikoj që ky flamur Kuqezi që u ngrit në 28 nëntor 1912 nga një pararsi Ismail Qemal Bey Vlora, mbush sheshet e Europës e të botës kudo. Ky ishte mesazhi që stërnipi i babait të shtetit shqiptar Ismail Qemali përcolli për shqiptarët përmes Euronews nga Vlora, që çdo 28 nëntor bashkon shqiptarët kudo ku janë. Mjeshtri Mallakastriot, Guri Roka, që në portretin gjan Ismail Qemalit, aty në shesh të flamurit ja mori këngës. Subdogla e mali hera, gjakuno si lumë derë, gjakuno si lumë derë. Kufiri që ndan shqiptarët në shtet ras simbolikisht në Morin, ku të rinjt ja morën valles me flamurin Kuqezi, aty ku dy shtetet bashkohen. Një dëshmi uniteti, gëzimi e krenarie kombëtare. Mbi 18.000 shqiptar të Kosovës zgjodhen Shqipërinë për festat e flamurit duke u shpërndar nga Shkodra gjerë në Vlorë. Po, ka stile për këtë. Shumë i lumtur. Po mund të më thonë gjithçka. Me vallet tradicionale u pritën në qafthan edhe shqiptarët nga Maqedonia e Veriut. Në qytetin e flamurit ishin kthyer edhe emigrant. Për festën e flamurit. Nga ke ardhur? Unë kam ardhur nga Greqia. Ke ardhur Kastile? Kastile. Përtej ceremonive zyrtare të ngritjes së flamurit, festa ishte më e vakët në qytetet e tjera, përfshirë Tiranën, edhe pse nuk mungonin qytetarët që kishin dalë në rrugë me simbole kombëtare. Jemi nga Kosova, respektivisht nga Mitrovica. Unë jam buletin edhe kam derën me ardhur festën e 28 nëntor në ditën e flamurit. Gjithë shqiptarëve anën bon trullet tokës planetës tonë. Kemi ardhur sot për të festuar festën e 28 nëntorit. Ju uroj gjithëve shqiptarëve, Kosovës, shqiptarëve të Maqedonisë, kudo që janë, gëzuar edhe qoftë ky një vit i mbar për të gjithë neve. Frymës së festës ju bashkuan edhe turistët, si ky anglez me plis në kokë. Uroj të gjithë shqiptarët për 28 nëntorin, e adhuroj Shqipërinë, kam qenë disa herë këtu dhe do të kthehem përsëri. Fëmijët i përcollën urimet përmes vargjeve kushtuar flamurit. Unë i vogël jam, po një gjë e di, se flamuri ynë është Kuqezi.